kryeshefi i Korporatës Energjetike e Kosovës jo vetëm që nuk është interesum të zgjedh kërkesat e punëtorëve të Kekut, por po na thot që i keni pagat më të larta në Kosovë. Sigurisht se ai po e mendon shërbys civil sikur ndërmarrjet publike e as më larg Korporatën Energjetike të Kosovës që sot vdesin 1% të stafit. Kryeshefi Korporatës Energjetike të Kosovës na tha që i keni mbi 1100 e diçka euro po mesatarë. Ne sindikata e re Korporatës Energjetike të Kosovës e dim që paga bazë, mesatarja e pagës bazë është rreth 750 euro. A pe bojna kështu, kam thonë që e kam një surprizë. E ajo surprizë është mos mi ashkel fjallën kryeshefit. Pra na nga këtu kërkojmë 1100 euro pagë mesatare. Për të met kjo pagë mesatare 1100 euro, duhet të shtohen edhe 350 euro për se cilin punëtor në bazë të pagës mesatare. Nuk na duhen ftesat për fest për fund vit, sepse na dojmë me festu të gjithë bashku, jo vetëm kryesia e sindikatës. Prandaj nga këtu e bëjmë me dije që ftesat që na i kanë dërgu për fund vit me festu, na nuk do të festojmë. Një kamarjer që të më tha, so ki pagën, i thash si nivel i lartë 890 euro. Tha unë e kam 1100 euro. Thash, a kini ven pune për mu? Tha prit. Prit tha se nuk mujna me marë pa përvoj. O, thash, ku e kam përvojën në nësë pëm pagujnë? S'kena, tha sa me dvo.